Televizioni Syri Vision, si çdo fund vit, edhe kësaj radhe po përgatit program madhështor me të vetmin qëllim që t'i ofrojë teleshikuesve atmosferën festive në natën më të gjatë të vitit. Stafi produksional dhe teknik është në përfundim të realizimit të xhirimeve me përmbajtjet e larmishme programore, e sidomos ato muzikore. Padyshim që bashkëpunëtorë të punës së mrekullueshme janë edhe këngëtarët, të cilët më shumë dëshirë pranuan të jenë pjesë e këtyre xhirimeve ku me këngët e tyre i eshuan programin festiv. Është kënaqësi që sonte jam në mesin e televizionit tuaj për këtë program që po përgatitet për shiquesit e televizionit të dashur të Syri. Unë erdha me shumë kënaqësi. Shpresoj që do t'ju pëlqejnë këngët të cilat po i xhiroj sonte dhe çka tjetër. Unë për vitin 2016 të gjithë atyre që ndjekin televizionin tuaj dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë, shfrytëzoj rastin dhe momentin të ju uroj nga zemra sa më shumë sipër shëndet, se është më e rëndësishmja, sa më shumë dashuri dhe begati në familjet e tyre. Televizionit Syri është një ndër televizionet, muj me thonë lirisht, që jenë ma korrekt edhe që gjithmonë kanë respektu dhe ndihem si në shtëpinë time. Kalum për mrekulli, kishte rregull, rend, dhe kjo është ajo më e rëndësishmja. Urimi për shikues të ju është shikoni TV Syrin, sepse me të vërtet pas këtij televizioni është një ekip shumë i mrekullueshëm, i kamermanëve, i gazetarëve, normal edhe i drejtorit, se ja vlen. Si gjithmonë në TV Syrin, gjithmonë kaloi mirë. Faleminderit që na respektoni dhe na nderoni, edhe na thirrni gjithmonë me marr pjesë në xhirimet e TV Syrit. Faleminderit për përkrahjen që ne keni dhënë edhe mu bashkë me grupin Okarina. U jemi mirënjohës. Të jeni spipat sëmber e të forcë. Të cilëve faleminderit. Sukseset edhe gjithmonë ju kanë të mira me ju bashkëpunimet me TV Syrin. Gjithmonë na keni përkrah. Faleminderit shumë. Stafi i televizionit është ai i cili po bën të pamundërën dhe po tregon për kujdesje të veçantë në mënyrë që ky program të jetë i mrekullueshëm dhe argëtues. Meritor të këtij projekti janë edhe miqtë e televizionit, të cilët tash e sa vite në mënyrë vullnetare ofrojnë kontributin e tyre përmes punës së palotshme. Ndij veten shumë të lumtur sepse unë mendoj se jam rritur me televizionin. Tani po bëhen 15 vite dhe jam shumë kënaqur që kemi Gjakova ka një televizion me cilin mburimi të gjithë. Do të dëshiroja me këtë rast që të uroj të gjithë teleshikuesit, ata të cilët përcjellin televizionin Syri, që të kenë një jetë të lumtur, një jetë të begatshme dhe të kenë suksese. Fatmirësisht që e kemi këtë televizion në Gjakov dhe i kishna lutë gjithë popullin e rrethin e Gjakovës edhe popullin e Gjakovës që të kanë shoqërshmëri më së shumti në televizionin e TV Syrit. Me shumë dashuri, vullnet dhe përkushtim, drejtori i televizionit Syri Vision Enver Mulliçi po menaxhon programin festiv me cilin shpreson që të pëlqejet nga gjithë ata që zgjedhin të shoqërohen me skemën programore. Po sigurisht edhe vitet e tjera, edhe si vjet, televizioni Syri Vision ka bërë përpjekje maksimale që me larushinë e programit vet si kënaq shikuesit e vet dhe jo vetëm të këtij regjioni, po edhe ma gjërë, me program të larmishëm, sidomos muzikor, me artistë të stradës kosovare dhe ma gjërë. Prandaj unë shpresoj se do t'jenë të kënaqur me këtë program. Njëherët shfrytëzoj rastin që të gjithë shikuesve tanë dhe të gjithë shqiptarëve, kudo që jenë, t'ju uroj festat e vitit të ri, me dëshirat më të mira. Si çdo herë, besnik ndaj shikuesve të televizionit, produksioni premton program të jetë kualitativ dhe të përshtatshëm për të gjitha moshat dhe shijet.